prap duke marrë shkas nga Rama, se tek e fundit, në disa prej gjërave të tij, kryeministri mori dhe tha ato që ne themi, ne. Ndoshta jo ne, po një pjesë e publikut. Tha, përsa ko opozita politike do t'jetë e kapur, po i heq këto epitetet se thot si pulqore, tjere, po këto po i le, përsa ko, po mere me thelbin, përsa ko opozita politike do t'jetë e kapur, e ka fjallin kapur nga Berisha, i cili s'ka lënë të zezë pa bërë tjere, ky vend nuk do të ketë dot një opozitë sfiduese për ne dhe të votueshme nga shumica e shqiptarëve, gjithnjë më zhgënjyese për vetë ndjekësit e saj, cilët ishin shumë të qëndruar në shtëpi me 11 maj, se ne votat tona kemi marrë përsëri, thot, ndërkohë që këto 200.000 që mungojnë janë ata që qëndruan në shtëpi ose zgjodhen të vetë ngushullohen në disa drejtime të tjera. Pra po e marr atë që tha Bledi pak më herët, votat për partitë e reja. Ndërkohë, një pjesë e opozitës, Partia Demokratike, mendon që ata ishin veglat e Edi Ramës, u sponsorizuar për të ndarë votën, aritmetikisht e dim që vota sa më shumë partit ketë një kamp të caktuar, ndahet, do ndahet. Domethënë, mendon se pati një demotivim një pjesë të votuesve demokrat për të votuar Partinë Demokratike? E para, kjo kërkon një analizë, besoj, e vetë Partisë Demokratike për ta bërë, pra ku ka ceduar dhe ku i kanë humbur ose ku nuk i ka pasur ose nuk i ka arritur t'i mbledhit do të votuesit e saj ose votues të tjerë që mund t'i arrite, por fakti që më shqetëson është që kryeministri merret gjithmonë me opozitën, është marrë 4 vite, është marrë dhe më gjërë dhe 12 vite, dhe nuk është... Do ta shohim këtë pak më vonë, pse u marrë, se edhe mua më bëri përshtypje që u mor shumë gjatë sot, pse u mor ka gjatë, po mbetemi vetëm te pyetja, te motivimi i... Unë shoh ke një ide pse munguan? Dhe në këto zgjedhje, me gjithë fitoren drastike me mandatet Partisë Socialiste, ka një përqindje shumë të lartë të votuesve të cilët janë opozitarë me pushtetin. Tani, a ka arritur do të mbledhi Partia Demokratike apo jo? Duket qartë që nuk ka arritur do të mbledhi, duket qartë që është përndar vota dhe në partitë të re. Të reja, është hera parë që disa partitë të reja kanë marrë mandate dhe vota në mënyrë masive, nuk ishte ndodhur ndonjëherë me partitë cilët hynin për të parë, dhe është ky rezultat që është që, siç e thash, dhe për shkak të mënyrës se si është formuar kodi zgjedhor, jep një rezultat tillë dominues me 83 vota, me 83 mandate, i cili është i fortë, i frikshëm, është besoj jo në dobi të demokracisë në Shqipëri, për këtë lloj demokracie që kemi ne, dhe analiza besoj duhet të jetë në mënyrë pa diskutueshme për gjithë ato partitë të cilat e kanë quajtur veten opozitare ose në antagonizëm me pushtetin. Patjetër që ka dhe votues me ato çfarë kemi parë, të cilët nuk kanë dalë për të votuar. Kjo është dhe gjë dhe më e keqe, se kuptohet që mbas 12 vitesh pushtet, duke mos pasur dy mënyra, ose kanë pasur trysni dhe presion, që edhe kjo mbetet për të provuar, por minimalisht, publikisht kemi parë kryeministrin që dilte në për takime dhe thoshte, nëse që bëhet votoni për ne, të paktën mos dilni votoni për kënetën, rini në shtëpi. Bajni burrat në shtëpi, mos i nxjerrni për të votuar. Pra, një mund të jetë presioni, dy mund të jetë se si ka frymëzuar para tjetër dhe ka qetë. Në një Shqipëri se u përmend gjërë këtu administrata, mënyra se si jemi të lidhur ne me pushtetin, patjetër që ka presion. Presioni ka qenë i hapur. Gjithë kanë një lidhje diku me administratën dhe gjithë duhet që t'japin llogari diku, kështu që kjo shfrytëzohet shumë mirë nga partia në pushtet dhe jep këtë rezultat. Unë kam parë shumë njerëz cilët të pa angazhuar, pa ndonjë tesër partie, cilët e kanë parë me shumë menefregizëm ditën e zgjedhjeve, të rinj kryesisht, gjë që është fatkeqësi. Si mundet që një ri 20 vjeç, 25 vjeç mos ketë asnjë interes për të shkuar për të votuar minimalisht, pa pasur pastaj ide politike apo dëshirë për të qenë vendimarrës apo për të përfshirë aktivisht në politikë. Dhe kjo kërkon reflektim thellë, besoj nga të gjithë, jo vetëm nga partitë opozitare apo ata cilët humbën. Nëse duam demokraci, duhet reflektim dhe nga Partia Socialiste. Një pyetje të shpejtë para se të kalojmë pauzë publicitare. Me që jeni ekspert zgjedhje